Se kanë kot namin, ja se si ti mbjetoni një akrepi, ngjajnë si njerëz të vështirë për tu menaxhuar apo jo. Sidoqoftë, një akrep do të tregohet gjithmonë i sinqert me ju sepse e vlerëson lidhjet e thella shpirtërore. Nuk është aq e vështirë të jetosh me një akrep për aq kohë sa ju ndiqni këto këshilla. Shmangni lojrat, keni parasysh se janë të pamëshirshëm dhe të shkatrojnë jetën nëse i prek aty ku s'duhet. Për të mbajtur një akrep pranë, mjafton të tregoheni të sinqert. Nuk kanë kohë për marrëdhënie të shtirura. Hapni zemrën, mos i nxitoni, janë të ndjeshëm dhe do t'ju trajtojnë me dëmshuri për sa kohë hapni zemrën, mos egzagjeroni. Akrepët do t'ju japin duart nëse bëheni dramatik, nëse ju shqetëson diçka, shprehuni dhe përmblidhini ndjenjat me një fjali. Krijoni besim. Akrepët do të jenë gjithmonë aty për ju, për sa kohë kjo ndjenjë është reciproke, edhe pse s'do të bien gjithmonë dakord me ju, do t'ju mbrojnë deri në vdekje nëse i keni bërë për vete. Kjo shenjë është e dhënë pas bisedave të thella. Mos u habisni nëse i tregoni sekretin tuaj më të madh një akrepi pak orë pasi e keni njohur atë. Mos i nxisni të shprehen. Nga natyra, akrepët janë misterios. Nëse i nxisni të shprehen, do të duken sikur fusni hundët aty ku s'ju takon. Nëse ju krijohet ideja se duhet të vetmbrohen, do t'ju pickojnë.